Sa bukur duke një qifti. Se përgajtë bukur sotë. Nuk të thasha më do ti mua, pyetja ishte, ti mendon që Laerti nuk të do, që nuk të respekton. Ti interesohesh për këtë në këtë shtëpi, jo vetëm për mua. Sa herë Valbona do më thënë Lukatet besimi, unë lëndohem shumë. Unë kam vendosur që nuk do më rrizitem më nga fjalët që thot Rozana, sepse unë dua të të besoj ty. Faleminderit. Kaq. Jo, Rozi nuk bën asgjë. Nëse ti beson që Laerti të do, atëherë nuk të duhet as Rozi, as një pjesëtar tjetër i shtëpisë, por të duhet vetëm dashuria jote që ke në zemër dhe dashuria e Laertit. Por mua prap më vret ajo që thot Rozana. Edhe unë, sa herë Gjojozi ta afrohet ty. Se unë jam një burr në moshë i thyer, me skëputur. Ai është djali i ri me muskuj, me cica që i lëviz tak. S'ka pikë ndjenje, vetëm e shikon si pjesë trupime dhe asgjë më shumë. Ti je posesive apo nuk do mua kaq shumë? Këtë pyetje më përgjigj. Nuk dua të të përgjigjem. Po ç'do më mua ti pra? Më pëlqen. Je shumë e bukur, më pëlqen kur qesh. Po thua si Gjesi, më pëlqen kur qesh. Në tërësi e pëlqen të gjithën. Po, por Në fund nuk e dua. kurse unë them e dua. O, Zoti i madh. Dy të luajmë me njëri tjetrin, dy të dinë që s'kan ndjenja për njëri tjetrin as pëlqim. Shumë e thjeshtë kjo. Që 3 muaj det veç pëlqim. As ma nat, as ma ofër. Veç fjalë. Pa leja mori këto stile, vëlla. Vasili. Unë të kam shumë xhan, unë kam ndjenja për ty. Momentin që unë them që më mësuar në këtë shtëpi, në marrëdhënien me Laertin, atëherë unë do ta puth Laertin. Gjërat rrjedhin. Laert, çfarë më këti mua? Laert, çfarë më këti mua? Zemër. This is real life. Ka gjithë se fenomen edhe djerë të ashtë i po. Albona? Ashtë do të më dosht. Ishte shumë e bukur. Disa momente që unë i kam përjetuar shumë fort, madje pak më përpara kur përbështe diskutimi, me gjitha këto që hedhë Rozana në përshpi, i puzzle që vetëm kjo e di ku do të arri, shumë herë më kanë stepur në drejtimin e ndjenjës sime tek Laerti, sepse them mos po gaboj, mos ndoshta shihet diçka që unë nuk e di dhe nuk dua të gaboj në hapat e mi, po që është ndjesia më e bukur që më ka ndodhur, është. Edhe e përjetoj çdo moment kur jam me Laertin. Kështu që këto ditë kanë qenë shumë bukura për mua. Dhe sinqerisht doja shumë që Rozana të shikonte punën e vet, mos silli gjëra nga jashtë dhe le të analizoj çfarë shikon këtu brenda, po e vetmja gjë që po bën është që të sfumoj të ndjenjë të bukur që kam unë për Laertin dhe Laerti që ka për mua. Ledion me Laert? Po ti doshte me fol, bravo. Bravo, para Laertit. Ka mundësi? Me lotës kjo pasharja. Ma falë, një moment se regjia pak mikrofonin e Laertit, po Laertit t'i gjë. Faleminderit regjis që na i kujtoj Ledion. Ishte momente shumë bukura, por që në fazën e parë që kemi bërë një bisedë me Valbonën, kemi qenë te Lori Kafe, unë shprehmisht i kam thënë këtë gjë dhe po e përsëris njësoj. Unë kam rritur motor dhe nuk do doja kurse si që të luaja krevatesh, si ky që qesh këtu. Ja urdhro. Se ti je karagjoz, prandaj. Po për vete më vëlla. Po je karagjoz se në momente të tilla nuk qesh. Fol ti për vete, mos fol për mua. Mos më bëj zhurmusin. Të lutem. Je ti krevetën po çka komuniton. Ka dosht, kom dosht. Qetëso. Dhe
I kam thënë Valbonës dhe për këtë shprehimisht kemi rënë dakord bashkë që në qoftë se do ketë diçka që do vazhdoj atë që shtëpia i quan konsum i marrëdhënies, unë nuk do doja të putheshim dhe të nesërmen e kam të dashur dhe pastaj të ndaheshim. S'do më pëlqen të fare kjo. Po, se ti nuk ki për do me kur. Puthja, mos më bësh zhurmësim. Ka mundësi, o gjithësi, ka mundësi më... Doj që orë fenomen e tash, do një me lutë romantikun, po në regull. S'kam oreks për lojra doktora shumë si shbërtim. Ne unë më kalëzu bileril, qasto që... Dhe falemderit shumë, kam thënë që në qoftë se do kishte atë që kërkoni ju fizikisht, e vetëmja gjë do t'ishte jashtë. Kësaj shtëpie dhe në qoftë se do t'vinte rrjedhimisht... Ju nuk e kërkojmë, ju e ke për banorët, besoj, se në nuk përse kërkojmë. Po, për banorët e kam. Dhe në qoftë se ajo do t'vinte natyrshëm, sigurisht që do doja shumë të ndodhte. Por mua më mjafton të shoh se si kur është afruar të dielën përpara se të vinte droni dhe përpara këto i thonë banorët, Valbona, kur i kam thënë sytë tu, thonë diçka tjetër dhe goja jote shpreh diçka tjetër. Në qoftë se gjithë kjo sepse po bënte bisedën për Olën, ma thua sepse ty të ka shqetësuar vërtet kjo gjë dhe ti më do, po dhe unë ndjej më mirë kur të shoh ty duke buzëqeshur. Dhe dua t'jemi. Te kam thënë, e keni parë në klip. Më vjen mirë. Mbyllim pak lidhjen me shtëpinë. Çifti Vala sonte do të vihet përpall një sprove nga vllai i madh. Valbona dhe Laerti do të vendosen përballë një zgjedhje të vështirë. A do të duan ata të ndahen nga një konkurrent i vetëm, duke marrë parasysh që nëse e bëjnë këtë zgjedhje, qoftë edhe njëri prej tyre do të dalin në televotim kok më kop, ku vetëm njëri do të vazhdoj të qëndrojë në shtëpi dhe tjetri do të shkojë drejt eliminimit. Si që thash, nëse të dy thonë jo, atëhere ata do të vazhdojnë të jenë një konkurrent i vetëm. Nëse do të kemi edhe një po nga njëri ose nga tjetri, atëhere çifti do të shkojë në një televotim ballë për ballë deri të martën dhe vetëm njëri prej tyre do të vazhdojë qëndrimin në shtëpi dhe nëse të dy do të thonë po, pra do të vazhdojnë të qëndrojnë, ne do të bëjmë nominime të hapura për të gjithë shtëpinë brenda. Kështu që këto janë të gjithë skenarët e mundshëm. Po, me idenë që nëse të dy thonë që nuk duan të ndahen nga konkurrenti i vetëm. Okej, shkojmë në shtëpi. Atëre, yje jam sërish me ju, do doja Valbonën në dhomën e dëshirave dhe Laertin në dhomën e rrëfimit. Të dëshirat, oke. Po, të dëshirat, Valbona. Tani që ratë dashuri, mos prano. Shiko. Deri vdekja. Plas nga Inati Rozana Raki, lëri njerëzit të dashurojnë, o Rozi. Të shkërqen nga dashuria, kujdes xhamin. Po. Atëre, jam me ty, Valbona. Më dëgjon? Po, Ledion. Jam me ty. Ti dhe Laerti sonte do të vendoseni përpara një zgjedhje të vështirë. Siç edhe e dini, prej javësh tashmë jeni një konkurrent i vetëm. Por vllai i madh sonte do t'ju vër përballë zgjedhjes. Nëse ju doni të vazhdoni të jeni një konkurrent i vetëm, ose nëse doni të ndaheni nga njëri tjetri dhe të shkoni në një televotim kok më kok, ku vetëm njëri prej jush do të vazhdoj të qëndroj në shtëpi. Pra zgjedhja është, ti thua po dhe vazhdon të jesh një konkurrent i vetëm me Laertin. Ti thua jo dhe shkoni në televotim kok më kok dhe të martën njëri prej jush lë shtëpinë. Ki parasysht
Valbona, që edhe si kur njëri prej jush të thot po, dua të ndahem, do të shkoni në televotim. Cila është përgjigja jote? Jo, përgjigja ime është nuk, absolutisht që nuk të doja asnjëherë, nuk e kam menduar asnjëherë që të dilja në një televotim me Laertin, sepse unë e dua Laertin në këtë shtëpi. Është gjë më e bukur që kam në këtë shtëpi që është Laerti, dhe nuk të doja asnjëherë të isha kokë në kokë me Laertin, kështu që e di, po vllai i madh është pikërisht vllai i madh sepse e vë konkurentin përpara këtyre momentesh, përpara këtyre zgjedhjesh. Zgjedhja ime është Laerti, kështu që nuk... Kështu që ti dëshiron të qëndrosh në një konkurent me Laertin, po? Po, me Laertin. Okej, Valbona qëndro aty, do të kthehemi tek ty pas pak. Faleminderit. Dhe shkojmë në dhomën e rrëfimit ku na pret Laerti. Atëre Laert. Po. Vllai i madh sonte vendos që çiftin Vala ta vër përpara një sprove. Ju, nga një konkurrent i vetëm, sot keni mundësinë që të ndaheni nga njëri tjetri. Nëse ti dëshiron të ndahesh nga Valbona, Valbona është mjaftueshëm e fortë të jetë do të shkoni në një televotim kokë më kokë kundër njëri tjetrit deri të martën. Nëse ti do të qëndrosh një konkurent i vetëm me Valbonën, atëherë do vazhdoni të qëndroni një konkurent i vetëm. Të kujtoj gjithashtu që mjafton vetëm një po, poja jote ose poja e Valbonës, në mënyrë që të ndaheni nga një konkurent i vetëm dhe të shkoni në televotim kokë më kokë. Kështu, Laert, dëshiron që të vazhdosh të jesh një konkurent i vetëm me Valbonën apo të ndaheni? Dhe natyrisht një arsye pse. Valbona është... Janë dëgjuar shumë fjalë në shtëpi nga banorë të ndryshëm që i thonë se madje ik nga shpatullat e Laertit edhe dil me mua kokë më kokë. I thot Aldo, Gerda i thot po të mban Laerti, pastaj më thot mua të ka sjell Valbona deri këtu. Valbona është mjaftueshëm e fortë. Vetëm kemi hyrë në këtë shtëpi dhe kemi pranuar sfidën e vllait të madh. Pra, ti dëshiron që të ndahesh nga një konkurent i vetëm Laert? Valbona është shumë e fortë nga sa mendojnë shumë banorë këtu në shtëpi dhe ka treguar me aq herë sa ka dalë në nominim dhe ja ka dalë. Edhe nëse do të jetë përballë teje në televotim? Si përballë me. Atëre, Laert, nëse ti zgjedh që të ndahesh nga një konkurent i vetëm nga Valbona, po, televotimi do të jetë kokë më kokë mes ju të dyve. Pra, ti kundër Valbonës. Nëse ti zgjedh që të vazhdosh të jesh një konkurent me Valbonën, asgjë nuk ndodh, do të vazhdoni të jeni një konkurent i vetëm. Dhe mjafton poja qoftë edhe e njërit prej jush që televotimi kokë më kokë të ndodh. Do jem unë përballë Valbonës? Ti përballë Valbonës nëse ti vendos të ndahesh nga një konkurent i vetëm. Dëshiron të ndahesh apo jo dhe pse? Okej, pranoj sfidën e vllait të madh, dakord. Me arsye? Dakord, e pranoj sfidën e vllait të madh. E pranoj sfidën, dakord. Cila është arsyeja, Laert? Ka vetëm një arsye. Valbona është mjaftueshëm e fortë. Nuk ka nevojë për mua fare. S'ka nevojë. Meqense unë jam një lojtar sipas shtëpisë që më ka sjell vetëm situata me Valbonën, tu të dalun. Të dalun nga kjo shtëpi. Dakor. Okej, Laert, faleminderit, mund të kthehesh në living. Në rregull. Ndërkohë,
që Laerti kthehet brenda shtëpisë, më çoni pak në dhomën e dëshirave që të kthejë edhe Valbonën. Valbona, Po, Ledion. mund të kthehesh në dhomën e ndenjës. Po kemi ndonjë përgjigje apo? Do t'ja u them kur t'i jeni të dy aty. Okej. Faleminderit. Ciao. Qetësi. Burë ku e le dashnin? S'ka lidhja, mos ja futet. Ri që. Më Valbona njëri. Shtu ka rrë Lëre do flasi Ledioni, lëre. Unë o Josi! Atëherë, jemi të gjithë së bashku, banorët e dinë, sepse kanë parë të dyja dhomat e rrëfimit. Vlla i madh i vuri Laertin dhe Valbonën përballë një zgjedhjeje. Nëse ata donin të vazhdonin të ishin një konkurrent i vetëm, ose nëse duan të dalin më vete. Duke dalë më vete, do të dilnin automatikisht në një televotim kundër njëri tjetrit. Kok më kok. Valbona vendosi që të vazhdonte të rrinte me Laertin, por mjaftonte vetëm një po që televotimi të ndodhte. Laerti vendosi të ndahet nga një konkurrent i vetëm me Valbonën, ndaj në këto momente unë do të hap zyrtarisht televotimin. Kë doni të shpëtoni? Laertin apo Valbonën? Njëri prej banorëve do të lërë shtëpinë të martën. Valbona, Po, Ledion. si e komenton? Po çfarë ti komentoj kësaj? Nuk kam koment fare. Ta komentoj unë puna? Jo, mbylle, s'ke asgjë për të komentuar. Në rregull. Si e komenton ti, Rozana? Unë e komentoj që Laerti me këtë zgjedhje të tijën bëri që të ketë një përplasje me Bonën dhe kur Bona dali jashtë, ai mos ketë asnjë lloj kontakti me të. Kaq. Është shumë e thjeshtë. Po, Do të thonë dalin këtu dyert. Por Laerti Bravo, kishte Sepse e di temperamentin e Bonës. Edhe bravo, sot në Qoftë. fakt, edhe në sot unë Bravo, pyeta Qoftë, Laertin e nëse di ti sot do ndodhte e ndjeva që do ndodhte kjo gjëja sot dhe e pyeta Laertin ti a nga do dojë që ndjeve ti diska sot të letën. ndashe me Valbonën po apo jo? Dhe përgjigja Si lojtar i vetëm, dhe të thash si lojtar, po, si lojtar, të ndash është mjaftueshëm e fortë thash. Tash Ka nevojë për mua. Shikoj dot që është Sepse edhe e motiv thash, kokë kokë. Gertës, Dhe ti e po Gerta hove me tha kokë. që të mban Laertin në shpatulla. Dakor? Ti me zorë Rozana. veqësh Bonën nga Se kam vetja. thënë. Me zorë ke Rozana. Bosh Bonën nga vetja. Rozana. Se që asnjëri vërtet me Bonën. Rozana, Je shtirur gjithkohës. po nëse Laerti është lojtar zero, pse e ka që sigur që do të fitojnë mbi Valbonën? Po sigurisht që do të fitojnë mbi Valbonën, sepse Jo, siç e ka thash le të thënë. dalu nga kjo shtëpi thash. Si? Jo, se the. Si the? Se thash? Ja. Lediona thash le të dalu nga kjo Jo, shtëpi. se the. Po, e the, po. Faleminderit, tani gënjen Ledioni. Atëherë Ledion. Amorios. Kemi të folë gjithkohë. Ledion, unë i kam thënë, je lojtar zero për strategjinë që kam bërë Laerti kokën e vet dhe Bona në kokën e vet. Ah, ndrove Për këtë, tani. jo, i kam thënë, dhe i kam thënë, përballë me nuk të konsideroj fare. Jo, në fakt nuk ishte kështu, sepse i the je lojtar zero dhe i bëre disa pyetje, ndër të cilat ishin, mora më thuaj përgjigje. ti pikën... Po, tashi, përgjigje, mbase Laerti nuk do t'a japi kur, si që mbase ti nuk do t'i japësh kur disa përgjigje Laertit. Ajo që po them unë... Ja do ta kthej përgjigjen tani. Ajo që po them unë është që kur thoni gjëra, ose thojini Ja ti them. dhe qëndrojini, Ja do ta them. ose Do ta them. thojini dhe mos i Po, qëndroni. do ta them, kur më ke pyetur në fillim fare, kë mendon lojtar të fortë, kam thënë një herë Laertin, pastaj kam thënë Bona është më e fortë se Gerta. Po, Kështu që Laertin e kam thënë gjithmonë para Bonës. okej, Këtë e kam qartë. thënë unë Valbona është më e fortë se Një Gerta. koment nga Neda dhe Arbri sa i takon kësaj Atë, mos më merr zgjedhje. Neda, Çfarë fjalësh më? Unë një mendoj sekond, ju lutem. Neda, nga rafshi njerëzor nuk dua ta komentoj. Nga rafshi i lojës mendoj që është veprimi më i guximshëm që ky edicion si lojë ka parë. Kaq. Arbër, Racionalisht Bolorti, duhet Zone gënjeshtar jemi afër fundit, edhe Laerti disi duhet ta ndaj këtë gjën e kësaj romancës. Dhe kjo ishte një zgjidhje e cila në një farë mënyre edhe Laerti kupton se ku qëndron në lojën marrëdhënie me publikun, por ishte e guximshme. mua më duhet t'ju them një gjë sidoqoftë,
që e kam thënë vazhdimisht të paktën në 2 edicionet e mia që bëj këtë program, të cilin e besoj thellësisht dhe kjo është arsyeja sepse e bëj dhe dua të vazhdoj ta bëj. Unë nuk besoj në skema, nuk besoj në lojë, nuk besoj në lojtar, besoj në ndjesi, në njerëz dhe tjera me radhë. Problemi i atyre të cilët shkojnë për të banuar në atë shtëpi është se bëjnë çorap gjithmonë lojën me ndjenjat. Në fund të ditës, njëra pa tjetrën mund të rrinë e që të shke me të. Varet nga ne nëse duam që të bashkëjetojnë me njëra tjetrën apo jo. Dhe varet natyrisht nga sistemi i vlerave së gjithë secilit. Nëse 100.000 euro janë më të rëndësishme se zemra e dikujt, kjo është pastaj punë për ju. Mbyllim lidhjen, një publicitet shumë i shkurtër, fare i shkurtër, dhe më pas kthehemi në studio për Doham Dark, çfarë kemi? Për të ngrënë Dark. Ti u fute këtu dhe i the s'ke më punë me mua. Dhe pas 3 javësh e ndrove. A u fute këtu i the s'ke më punë me mua. Dhe e ndrove pas 3 javësh. Turp kesh ti. U fute i the vajzës s'ke më punë me mua.